Si që kemi paralajmëruar në fillim të këtij emisioni, ne në temë të parë do të diskutojmë për bullizmin në shkolla. Një dukuri duket që po merr hapa zhvillues në shoqërinë tonë, ndërkohë që edhe siç folëm edhe më herët, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri duket se ka zhvillim kjo dukuri jo fort e mirë tek fëmijët. Për të diskutuar në studio kemi Visar Islamin nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Gjithashtu në studio kemi edhe Visar Osmanin, drejtori i Shkollës Fillore të Mesme të Olt Emi Doraku në Prishtinë. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë, në lidhje direkte, kemi Remezije Krasniqin, presidente e bordit të Konfit, do ta kemi për pak live në emision. Gjithashtu në lidhje direkte, do ta kemi edhe psikologën Vjolca Devaj Zëmbere. Përderisa të kemi gati lidhje direkte, Kaltrinë, fillojmë diskutimin me mysafirët tanë në studio. Ndoshta do ta nisja pikërisht me ju, zoti Visar, nga që jeni edhe drejtori shkolle, sa ka të raportuar të themi kështu, qoftë mësimdhënësve, qoftë nxënësve, prindërve, situata ku fëmijët bullizohen nga bashkëmoshatarët e tyre? Siç e thatë në fillim të emisionit, kjo si dukuri, si fenomen është dhe të ne fatkeqësisht prezent, por jo me një shkallë kështu alarmante si që proklamohet në Shqipëri apo gjithë ju. E mira është që si shkollë, si institucione, varësisht prej komunës, Prishtina është ajo që mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie i ka ma aktiv, ma efektiv, të përfshi në të kaluarën Ministria e Arsimit dhe shumë OJQ ndryshme kanë organizu trajnime dhe kanë formu klube të ndërmjetësimit në për shkolla, të cilat si klube në fokus kanë pas luftimin e kësaj dukurie të bullizmit në për shkolla. Hapi parë është shkollat kanë obligim që të organizojnë psikologët, mësuesja mbështetëse, sociologë dhe aktorë tjerë të organizojnë takime me grupet prindërve, me grupet nxënësve të cilët janë prej bullizmit dhe prej atyre fëmijëve që bullizmi është shfaqur në shkollë. Ne si institucion kemi arrit me reduktu dukshëm numrin, nuk mund të them që është i zhdukur si fenomen, por është jashtëzakonisht është në numra të vogël, sepse janë organizu tribuna ndryshme me këtë temë që i prekupon të rinjt. Kemi ftu prind të komunitetit, kemi tregu për pasojat, kemi tregu që për shkak bullizmit fëmijë tenton edhe me ndërprej shkollimin, ka raste kur ne kemi pranuar nxënës për shkolla të tjera që s'u trajtu si raste asa duhet prej organeve dhe kanë kërku strem apo kanë kërku ndrim shkollës për kësaj dukurie. E mira është që sot ne kemi asete, se që janë psikolog shkollor, pedagog, që nuk mund të themi që nuk kemi s'kemi staf mbështetës, si kanë mungu marët, dhe të plan programet e tyre të i fusim këto dukuri negative që janë. Ne shohim që për shkak kësaj dukurie kemi pas dhe për masa ndoshta tragjike, fëmijët janë bullizuar në shkollë dhe kur janë shkuar në shtëpi nuk kanë gjetur një përkraje që të dalin për kësaj situatë dhe kanë marrë ndoshta një veprim jo të mirë. Por megjithatë unë mendoj se si shoqëri adresa e parë dhe hapi i parë që duhen vetësot janë prind, që duhet të flasin spari pak në shtëpi fëmijët, të i përgatisin para se marrin shkollë, që të tregojnë të mira dhe të anën negative sidomos të kësaj dukurie. Pastaj është shkolla ajo që duhet të angazhohet maksimalisht dhe mos lejoj ky si problem të rrshetë të merr për masa. Ne kemi raste kur nxënës kanë tentuar të bëjnë gjëra jo të hishme kundër shëndetit vet, pse se janë bullizuar për bashkëfushatarëve, ka qenë bullizuar edhe prej mësimdhënësve për shkak të një problematike që ka pas qoftë shëndet apo qoftë pamje apo diçka tjetër, por megjithatë unë mendoj që duhet bëhet më shumë. Kemi mundësi sepse ka shumë organizata që organizojnë takime, tribuna, derdhin mjete jashtëzakonisht mëdha, por kjo dukuri të luftohet dhe mos kenë nxënësa si problematika në shkollë. Po, sa pajtoheni me këtë që po thotë zoti Osmani? Dëgjova zotin Osmanin, po unë po besoj që kjo dukuri nuk është për momentin veç tek ne, po është tek të gjithë shtetet në Ballkan sidomos. E kemi një trend rritje, po megjithatë Kosova nuk besoj që është në atë fazë sa që të bëhet
alarmonte, por megjithatë unë po mendoj që kjo çështje përpos që e potencoi drejtori që tha prend duhet merren detyrimisht e kanë se janë fëmijë atyre dhe ata duhet merren me cilësinë e fëmijëve vet. Megjithatë unë e shoh të vjetë ata fëmijë që kanë probleme me bullizimit. Problemi është tek menaxhmentet e shkollave. Jo tek të gjithë, por megjithatë ata si pretekst ose si mënyrë të vetme kur ndodh një problem i tillë, gjithmonë gjejnë pretekstin si të bëhet një transferim ose të largohet një problem nga shkolla dhe realisht na pe bord në nxan spezi në shkollën tjetër ose ai që është i bullizum këtë shkollë e bord në një shkollë tjetër, ai realisht e mëkat informot shkolla tjetër edhe thjesht ne vetëm arritmi problemin. Edhe megjithatë unë po mendoj që nuk duhet me marr mosa të tilla, duhet punohet më shumë në shkolla. Këtë rast sociolog, psikolog, duhet të jenë më aktiv ata që duhet mendojnë më shumë për këtë çështje. Po, duket se në lidhje direkte kemi edhe zonjën Devaja Zëmberi, po të drejtohem me profesoresh, nga që jeni edhe profesoresh e psikologjisë, punoni direkt me nxënës të shkollave të mesme. Sa ndikon themi kështu edhe interneti, sa kontribon edhe interneti në çështjen e bullizmit sidomos tek adoleshentët? Realisht, pjesa e bullizmit nuk është diçka e re në mesin tonë, është diçka që ka qenë në praktikë që moti që nga fëmijëria ime s'ka ku kështu kujtoj unë në momente të ngacmimeve të ndryshme në lagje, në familje, kudo që kemi qenë. Sot e vështirëson pjesa e teknologjisë jashtë mose pjesën e bullizmit dhe ngacmimeve për shkak se në një pikë kur dikush mund ta ketë ngacmuar njëri tjetrin, ajo ka përfunduar me ngacmimin e aty për atysh. Sot, ky ngacmim mund të ndodhë në rrjetet sociale, ky ngacmim mund të ndodhë me fotografi, me video, pa pëlqimin e palës tjetër, ku ingjizohet, fotografohet në forma jo të përshtatshme dhe pastaj ajo qarkullon në rrjetet sociale. Më thënë, përdorimi apo në një farë formë konsumimi i tepërt i teknologjisë për anës së fëmijëve e vështirëson jashtëmose pjesën e ngacmimeve edhe vështirëson edhe mundësinë e intervenimit nga çdo aktor. Do të thënë një farë forme qasjen më të lehtë fëmijëve ndaj ngacmimeve, po në anën tjetër aktorë të tjerë si shkolla, psikolog, prindërit, mësuesit, kudo që janë, e kanë pothuajse shpeshherë të panjohur këtë pjesën e teknologjisë së botën e internetit, të cilën fëmijët edhe përdorin. Edhe kjo është një prej sfidave aktuale që se sot e kemi përgja shumë prezente. Unë besoj që është përgja shumë sfiduese, nuk jam me mendimin që nuk është të shprehur, edhe me qenë se kemi si shoqëri që ka pas kaluar të ndryshme historike, kjo e ka bërë edhe më shumë të shprehur. Është akumulimi i fjetun, besoj, dhe teknologjia i ka dhënë frym për me lundësu. E kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe zonën Remzie Krasniqi, e cila vije nga Kamf. E nderuar këtu në studio, po besoj patë mundësi të na dëgjosh. U theksua që bullizmi si fenomen në shkollat tona nuk është ndoshta i nivelit të lartë sa mund të jetë në rajon. Sipas jush, sa është shqetësuese ky nivel i bullizmit që kemi aktualisht? Faleminderit për ftesën edhe mundësinë për diskutu dhe më vjen keq që jemi në studio. Megjithatë, shpresoj që do të japim kontribut për temën që në fakt personalisht po flas dhe në emër të Kamf që përfaqëson 39 organizata dhe që pothuajse është një nga temat në çdo takim që na përcjell, pikërisht prej rasteve që raportohen apo që janë publike, do të thonë po nisem edhe nga rasti i Mbramshit dhe të tjera, po që po i referohem edhe raporteve zyrtare që ne i kemi publikuar vitin e kaluar në raportin e Report Card, që është një raport që përveç fushave tjera e ka në synim edhe fushën e arsimit me fokus dhunën tek fëmijët, edhe i referohemi edhe të dhënave që vijnë nga Policia e Kosovës dhe matje tjera që janë zyrtare, që dëshmojnë se në vitin 2022-2023 ka pas një rritje krahasuar me vitet e kaluara. Rreth 592 raste të incidenteve në shkolla janë raportuar brenda këtij viti. Po flasim raportime që bën në polici dhe kanë qenë publike. S'po flasim për raste që ndoshta janë menaxhuar në nivel shkollave, edhe që sigurisht kanë kërkuar edhe ato një intensitet të veprimeve për me mbri, ndoshta për me qetësu ose për me trajtu rastet. Përveç kësaj,
ka pas edhe në sistemin SMIA, që ne i referohemi sistemit të menaxhimit të informatave në arsim, që në vitin 2022-2023 janë raportu vetëm 44 raste. Tani edhe kjo është një prej sfidave që ne i diskutojmë, për shkak që shpesh rastet mund të jenë prezente në shkolla, por që shkollat nuk ka arrin mjaftueshëm mi prezentu ose mi raportu. Është një prej shqetësimeve tona. Çka tjetër kisha dashur me nda, prapë e them gjithmonë në raportet që ne i kemi konsultu ose kemi realizu anketa në mënyrë që me njoh pak situatën se si është edhe se ka duhet sugjerojmë të rekomandojmë për me trajtu situatën. Përqindja më e madhe është e pranishme në shkollat e mesme. Sigurisht psikologja është prezente dhe mundet me dëshmu, për shkak se kjo përqindje fillon në shkollën fillore. Fatkeqësisht, intervistuesit shpesh e thonë që bullizmi ose format e ngacmimit, dhunës, abuzimit ndodhin pikërisht në shkollë. Për shkak edhe numrit të madh, edhe ndërveprimit shumë mes bashkëmoshatarëve, gjenerata të ndryshme kultura, e pjesëmarrës tjerë të njerëzve, domethënë brenda shkollës, e rrit që përqindje. Tani tjetër që ka një statistikë që vjen nga UNICEF dhe Save the Children në 2023, tregon fatkeqësisht që fëmijët deklarojnë 72% e tyre, po flas, kjo nuk është shqetësuese, kjo është alarmante, tregojnë se janë disiplinuar me dhunë, qoftë familje, qoftë shkollë. Do të thotë, në rast se ka ndodhur një situatë, po më që fëmia nuk është përgjigj, ndoshta në kërkesat qoftë familje, qoftë shkollë, fëmijëve ju kthehet si reagim, domethënë forma e dhunës. Nuk po themi gjithmonë fizike, po ka dhunë psiqike, emocionale dhe të tjera. Çka kjo dëshmon që shpesh të rriturit, qofshin në shkollë, familje, mund të jenë model i përsëritjes së formave të bullizmit, ngacmimit me pavendije. Tjetër që ka mendojmë që mund të sjell është edhe raportimi olt. Mund vjen mirë që drejtori sot këtu edhe sigurisht që kanë një praktikë shumë të mirë, po flasim ndoshta shkollat në qendra të mëdha siç Prishtina dhe qytete tjera, që drejtarët e stafit tyre kanë kaluar trajnime, e dinë rëndësinë, janë njoftuar me praktikat dhe gjithë format e raportimit edhe e përditësojnë çdo sistem. Po kjo ne po flasim për nivelin gjithë Kosovën. Domethënë raportimi vazhdon me mbeti ol. Vjen si rast që shpesh fëmijët ose të rriturit nuk e identifikojnë dhe nuk i njohin sinjalet, simptomat, si manifestohet. Nuk ka programe shumë psikoedukative që mi tregu edhe mi njoftu fëmijët, prindërit, edhe mësimdhënësit besa, se ndodh që normalizohet dhuna. Nëse për çdo ditë dëgjohet një formë e abuzimit, ngacmimit, mund të përqeshet edhe kalon në normalizim, sa që ajo nuk e din edhe zinxhirin deri ku shkon. Po, zonja Krasi, që ne kemi këtu në studio edhe përfaqësuesin e prindërve, ju tha që është alarmante, 72% e fëmijëve themi janë edukuar përmes dhunës, nëse guxoj ta quaj kështu. Sa janë përgjegjës prindërit, por edhe mësimdhënësit, sa i përket kësaj shifre që Beagi shumë shqetësuese. Po besoj që kjo shifër nuk e di ku e murë, por nuk besoj që ka në institucion që mund të dëshmu që 72% ka dhunë tek fëmijët. Kjo është e pavërtet dhe nuk ndodhë kjo as tek prindërit, po as tek mësimdhënësit. Problemi më i vogël që ndodhë realisht bëhet informimi tyne dhe i kemi zonat, nuk në ndodhin probleme tilla ka s'mo. Kjo është një shifër alarmante sa po thotë kjo zoja sot që duhet shtetit marrë mos më njerë, po besoj që është, do thonë, e kanë marrë një motë të vogël që kam të bëjë dikon, por jo tjetë problemi tillë në nivel Kosovë. Unë po besoj që kemi nevojë në atë trajnim të stafit. Në këtë rast se prindë s'muj me i trajnu, se prindë realisht kanë me mbjetu edhe kanë nevojë më punua dhe me siguru tornat të aty nxënësve për me pas mësimu eduku ata. Po sa shqetësuese rastet kur mësimdhënësit në mënyra ndryshme mund të jenë ushtrues të bullizmit? Pikërisht që kjo është ajo, që do të thënë se më tërpreve. Duhet më trajnu stafi menaxhuesi i shkollave, këta duhet të realisht ta dinë si sillen me ta dhe mos të kemë problemin e bullizimit nga mësimdhënës tek nxënës. Problemi më i madh është ai që fëmijët në atë kohë kur kanë bullizmin direkt nga mësimdhënës, ata atakohen keq dhe ata mendojnë në atë formën me i bot dam vetës ose me bëhet vrasje. Gjitha këto janë probleme më të mëdha kur ato ndodhin. Kur është mes nxënësve, po besoj që është moshatarët në tafër me njëri tjetrin, mundësia e komunikimit ose zgjidhjes problemit është shumë më e lehtë. Stafi menaxhues ose mësimdhënës janë ata që realisht
këta e problem ku e kemi më i vogël realisht bëhet shumë i madh. Nëse dojmë realisht duhet të intervenu. Ju besoni që prindërit nuk janë, themi kështu, bullizues të fëmijëve të tyre? Unë nuk besoj që janë prindër bullizuese, nuk ka fëmijë që padoshje. Ata që janë padoshje më nuk kanë shumë një numër i vogël. Po nuk mund të qenë një numër 75% se dha e zoja. Mund të jetë një rast ose dy me një komunë, nuk mund të jenë numrat alarmantë siç po thojmë ne. Po unë po besoj që duhet të thash thjesht informimi pak më i madh duhet. Fatkeqësisht Kosova nuk ka një program edukativ televiziv që të kohën realisht të transmetohen dhonat aty me ndryshimet, formën e trajtimit, bullizimit e problemeve tjera si narkotikët, gjitha këto. Megjithatë, ne kemi nevojë, thash, mbështetje më prind e kanë si obligim me eduku si fëmijë, me eduku në shkollë. Po çështjet edukative është stafi menaxhues, janë ata që realisht bëjnë trajnime dhe përgatiten për këtë lami. Psikologe, kjo shifër që u tha, kjo përqindje gjallë dhe kundërshtim në këtë rast prej zotërit islami. Por, se të jemi të qartë, e dim ne si shoqëri saktë se çka është bullizmi, se ndoshta shifrat mund të rriten për shkak të raportimit të sjelljeve të ndryshme që ndoshta nuk përkojnë me bullizmin. E dim saktë se çka nuk kupton bullizme, cilat veprime mund të jenë veprime bullizuese dhe cilat mund të mos jenë. Një prej veprimeve më thjeshta bullizuese është me i thonë fëmijën shpejt jot, që është goxha e shpesht ndër familjet tona. Edhe ajo që kisha dashur unë me vu theksin është se shpeshherë si popull, si njerëz në veçantë kemi tendencë gjithmonë me hedh përgjegjësinë pak diku tjetër jashtë. Po bazuar në aspektin psikologjik. Edukimi më i fuqishëm ndodh në 7 vitet e para. Ndodh në 7 vitet e para ku fëmijët janë të njohur, të breshtë dhe marrin informacione prej burimeve familjare, kopshteve, me raste, ata të cilët vizitojnë kopshtet. Dhe unë jam prind vet dhe besoj se pjesa e bullizmit është një prej arsyeve që në fakt e kemi si shprehje dhe kulturë që në familjet tona. Unë thash për më nda një shprehje që më kështu në mendje si më e shpesht, edhe si diçka që nuk konsiderohet shumicën e rasteve si bullizim, po është një ngacmim ose një noftë që i jepet fëmijët jo e shëndetshme edhe jo me efekt pozitiv. Përkundrazi jepen shumë nofta të tilla që në familje, që në veçlinë e hershme. Madje shpeshherë edhe në fëmijëri shumë të hershme, nëse një fëmijë është pak më i lëvizshëm, filloi me bullizu vetë prindrit pa dashje. Kjo është pjesë e kulturës edhe sa i përket vlerës së shifrës në numër në lidhje me bullizmin, ajo është gjithmonë një mesatare. Po mesatarët janë treguar se shumica ose pjesa dërmuese e popullsisë pak shumë na pëlqeu ose nuk na pëlqeu, aty jemi. Dhe për mua si profesionist çka është shqetësuese është normalizimi tej mase i dukurisë prej të gjitha aktorëve. Ne shohim rrugë njerëz që ngacmohen dhe nuk reagojnë. Ne shohim në bord të shkollës fëmijë që ngacmohen dhe kalojmë aty dhe nuk reagojnë. Ne shohim lagje fëmijë që ngacmojnë njëri tjetrin dhe nuk reagojnë. Do të thënë, për mua kjo është pjesa e normalizimit në një farë mënyrë. Reagoj në këtë mes. Kush duhet të reagojë dhe në çfarë forma duhet të reagojë? Gjithkush duhet të reagojë dhe gjithku duhet të reagojë. Ama pa marrë parasysh, a jemi profesionist, a jemi kalimtar rasti në rrugë. Unë besoj që është përgjithësi e jona si popull, si njerëz, jemi thjesht human edhe duhet të reagojmë gjithë secili dhe kudo. Nuk dua që të shtohet përgjithësia diku dhe të zvogëlohet diku tjetër. Të gjithë bashkë duhet të bashkëveprojmë dhe të lidhemi fuqishëm për një kauzë si kjo, që të ndalojmë diçka dhe nuk jam dashamirë si luftës. Përkundrazi, nuk mendoj se duhet ta luftojmë si dukuri, po besoj që mund të fuqizohemi bashkë në secilin cak, në secilin pore të shoqërisë, që t'i bëjmë fëmijët të kenë më shumë aftësi të përballjes me situata sfiduese. Dhe ndërkohë shpeshherë e hedhim fajin te fëmijët që bullizojnë. Fëmijët që ngacmojnë, fëmijët që bullizojnë, janë fëmijë që ngacmojnë dhe janë bullizuar dikur. Ne nuk mund të marrim, t'japim dashuri ku nuk e kemi marrë. Ne gjithmonë japim atë që kemi marrë. Jemi bullizuar diku, bullizojmë diku tjetër. Jemi ngacmuar diku, ngacmojmë diku tjetër. Do të thënë është cikël që ndodh. Dhe thirrja ime si profesionist është për të gjithë. Së bashku thjesht
të reagojmë, të ndajmë, të veprojmë, të nxisim, me humoru shpesh e bëj kudo që ndodhen, nëse shoh fëmijë e nala dhe veturën, edhe dala dhe bisedoj, por në fund të humorit, në fund indirekte, sepse jo e lehtë është të ndërhysh në mesin e të rinjve, dhe para disa ditëve ndodhi në kampus në Tiranë, ishin frekuentuar nga shkolla tjera në burin e një shkolle dhe për fatin tonë jo të mirë, patë edhe prind, patë edhe personal sigurie, patë edhe mësimdhënës që kalun aty pari, edhe nuk janë ndalu, sepse thjesht largohuni edhe kaq mjafton. Është e nevojshme që të gjithë bashkë, pa hedhë përgjegjësinë tek dikush tjetër. Aty ku jam, aty ku mundem reagoj unë, aty ku është tjetri reagon. Nëse bëhemi bashkë, edhe nuk hedhim faj dhe përgjegjësi diku, po secili prej neve drejton pak gishin e përgjegjësisë dhe merr përgjegjësi pak sa të mundem. Edhe nëse nuk kemi përgjegjës shumë, pak kemi përgjegjës secili. Dhe unë do doja Zonja Krasniqi, në bazë të dhënave të juaja, bullizmi është më i shprehur tek familjet kosovare apo në përshkolla? Sepse po diskutojmë që edhe familjarët, prindërit janë ata të cilët ndoshta edhe në mënyrë të pavedishme ushtrojnë bullizëm tek fëmijët. Po lidhem me dy parafolësit, për sa i përket raportimit dhe obligimit që ne e kemi, domethënë e kemi me ligj për mbrojtjen e fëmisë, obligim ligjor, domethënë jo vetëm moral, edhe për sa i përket domethënë ta kryjmë një raportim. Edhe sot që lidhemi sot direkt, domethënë është obligim ligjor sipas ligjit për mbrojtjen e fëmisë për të raportuar që për gjendjen, që për rastet që i kemi. Kjo lidhet edhe me më herët, domethënë referimit të statistika, analizave që janë kredibile, edhe nuk po flas në emër tim, po flas në emër të 39 organizatave që janë raportet të publikuara. Me referenca dhe sigurisht që emisioni mund t'i ketë raportet e tilla dhe sigurisht që besoj që edhe më herët për ata dhe i trajtoni temat e tilla. Kështu që vinë raportet nga institucionet publike zyrtare, jo nga anketimet me një numër të sondazhe të vogla. Edhe më vjen shumë mirë që duke gjeni trajton jo vetëm sot, po shumë herë këtë temë që mund të ndikoj sfaku edhe të një dëgjues për ta ndërgjegjësuar, domethënë që të flet me fëmijën, ta trajtoj domethënë çfarë do shqetësimi ose prindje që e ka, për ata edhe që ka më herët që nuk është shumë i lehtë për me identifiku, ose edhe prindi ose i rrituri, po flasim se fëmiu nuk ka kontakt veç me prind. Edhe jo gjithmonë prind mund të jenë përgjegjshëm. Fëmiu jeton në situata të ndryshme që ndoshta ambientet më të sigurt e ka shkollën ose rrethin social. Për arsye që prindrit pa vedije, bullizmi nuk është vetëm ndoshta etiketimi apo stigmatizimi, diskriminimi. Mund të jetë edhe mospërgjegjësia prindrore, abuzimi, neglizhimi, mos trajtimi që vjen si para kusht që fëmiu të bullizohet nga të tjerët. Zonja Krasniqi, manierët që shpesh ndodh karakteristikat qofshin të aspektit social, që fëmiu vjen prej një familje me një shtresë tjetër sociale, apo çfarë do elementi që ka, mund të ketë arsye të kufizuar, mund duket në pamje ndryshe, mund të jetë shumë i zgjuar e që bëhet sak i ngacmimit nga bashkëmoshatarët. Çka është shumë e rëndësishme që shkolla në këtë rast, përveç raportimit e ka obligim ligjor, edhe trajtimin, parandalimin dhe marrjen e masave për nxënës, për staf dhe prindrit. Nuk e di sa kemi kohë, në këtë rast kam përveç se raporton mbledh dhëna dhe bën tryeza ndryshme takime, nga muaji i ardhshëm ne do të fillojmë që kam të udhëton në shkolla, pikërisht që ka ardhur si pjesë, po mendoj, e raportimeve të shumta që vijnë kam dhe në organizata, për sa i përket reagimeve dhe doja të ndalja pikërisht tek raportimet, pikërisht edhe tek Këshilli i Prindërve. Sa shpesh ndoshta themi kështu diskutohet zoti Islami brenda Këshillit të Prindërve raportimet që mund të kenë fëmijët ose prindërit që fëmiu i tyre ka pësuar bullizim ose apo është ngacmuar nga mësimdhënësi apo edhe nga bashkëmoshatari. Unë po besoj që mas shumë tim të njoftum ne para se gjithas me shkollë mund të njoftohet menaxhmenti që soi shkollë për problemin që ka. Por megjithatë këshillat e prindërve funksionojnë jashtëzakonisht mirë. Në nivel shkolle, në nivel komune, në nivel regjional, në nivel të përgjithshëm. Megjithatë, unë po flas për një region që vi unë çdo detaj i mundshëm që ndodh në çdo shkollë.
një dhunë psikologjike, një rast bullizimi, një rast të thereve ose të lëndimeve, megjithatë na jemi kontakti, por ata që realisht kemi informata se prindët realisht e kanë një vizë zinxhirore që funksionojnë mirë. Edhe unë po besoj që pak si e tepër të po e shoh që po mundohet gjithmonë përgjegjësia gjuhë të prindëve. Thash, ka prindë realisht që janë profesionistë dhe mund ta edukojnë fëmijën e vet shumë mirë. Po kem prind që realisht jeton me një fshat dhe jeton pe baktive ose një tjetër që punon në punë fizike që s'ka kohë të merr me fëmijën e vet hiç. Ai të paktën mund një fëmijë përgatitet sa më që në shkollë atje. Megjithatë unë po them përgjegjësia gjithmonë mbetet te arsimi. Nuk po duhet më marrë një dallim mes tash të Ministrisë Arsimit dhe ish Ministrisë, se ka qenë Ministri Edukim dhe Arsimim. Tash kemi veç arsimimin. Megjithatë unë po besoj që duhet mësimdhënës këtë rast, por shumicën e fëmijëve që duhet ata të përkujdesen për edukimin, për arsimimin. Megjithatë na duhet me kuptu, duhet punu në grupe, nuk po them me përgjegjësinë për një grupin tjetër. Duhet të gjithë, si prind, mësimdhënës dhe institucionet tjera të bashkëpunojmë dhe të zgjidhim. A raportohet, më fal Kaltrin, a raportohen këto raste temi edhe bullizmi me fjalë, apo gjithmonë kemi raportimet pasi të ndodh ndonjë incident fizik? Sepse po flasim për shifra kogja të larta. Zoja Krasniqi bëri të ditur që 71% është shifër relativisht të lartë. Unë po besoj që nëse me çdo fjalë që flasim unë ti këtu, edhe morëm si bullizim, realisht mund të përdi qatë shifrë që kam rrëja e Zoja. Unë po besoj që problemet shfaqen, se nuk kofta është mundësi me mbojt të mbyllura problemet, se janë mundësi të rrjeteve sociale, janë mundësi të komunikimit me çdo mundësi që kanë, edhe thjesht çdo problem dhe më i vogël që është, do të thonë bëhet publike. Edhe nuk besoj që jem shef asnjë rast, asnjë mësimdhënës ose asnjë nxënës. Megjithatë thash thjesht për një detaj të vogël. Unë po besoj që kemi nevojë që të bëhet trajnime, realisht të bëhet një cikël që vizitojnë shkollat, komunat, të kemë trajnime me rezultate të mësimdhënës. Prindë realisht ato që tha Zoja e kemi pamundur me u kthy. Nëse në kulturën e një familje e ka ai edhe thosat fjalën që po të mësoj Zoja, mund të ndodhë një rast, po mund të jetë 75% ose 71% e qytetarëve të Kosovës sillen në këtë formë. Po për statistikave që i keni jo, për raportimeve që i merrni vazhdimisht jo, cila komunë, cili vend themi kështu son më shpesh bullizim? Ku prindërit e cilës komunë raportojnë më shpesh që fëmijët e tyre po ngacmohen? Zakonisht për qytetet e mëdha, në qendrat e mëdha bëhet bullizimi, se në fshotra, në pjesë rurale janë rreth i vogël, familjeve aty dhe një mes veti, aty është pak edhe nëse ka një rast të tillë si familje njëri ndihmojnë atij rasti që kanë problem. Po çfarë problematike? Komunat e mëdha, Prishtina, Frejzoj, Prizreni, këto do mund të jenë ato që kanë problema të mëdha. Janë numri më i madh nxënës se qytetar më shumë. Në qytetet e mëdha ndodh bullizimi, nuk ndodh në vizat rurale. Zotër Osmani, nga përvoja juaj në shkollë, sa partë të themi kë problemi, kë fenomeni i bullizmit nga familja në shkollë? Kur një nxënës ndoshta bullizohet në familje, pastaj ai shkon në zinxhir dhe mund të manifestojë veprime të tilla edhe me bashkëmoshatarët. Nuk mund të për më lidhë me kolegët e mia parafolse, nëse marrëm konfliktet në mes bashkëmoshatarëve kemi baza ditore. Bazët ata janë vegjël, aty pajtohen, aty ngacmohen, tash kishin me qenë ekipet e ndërmjetësimit efikase për shkolla, si dukuristat e si ka kishin me qenë shumë më vogla. Po ta ilustroj në shembull, në shkollën prej nga avion, janë dikon e kam numrin më të madh të nxënësve të komunitetit Pakic. Dhe me thonë ty që bullizmi si fenomen nuk ekziston fare te kategori, është një lajm i mirë, sepse është shembull për Nuk ekziston fare? Absolut. Te nxënës të komunitetit Pakic. Po. Kemi nxënës me situatë rrugë, von fare nuk janë të bullizuar. Kemi nxënës të rikthyer prej zonave të luftës, e kemi diskutuar këtë studio këtu, dhe kanë qenë sfiduese për neve prej një klase që ka qenë e ndarës prej klasëve të rregullta, kemi arrit për një vit e gjysmë me kthy klasë të rregullta me bashkëmoshatar. Dhe pikërisht kjo ka bërë që punën që kemi bërë me prind, me staf, tek e fundit mësimdhënësit kanë dështuar një deklarat për mbrojtje të drejtave të fëmijëve, sfundi që ka ardhur për Ministrisë së Arsimit, dhe kush e shkel ka pasoja. U fare smira me çështjen e mësimdhënësve. Hallë kemi të fëmijët si të integrojmë dhe se ata thjesht ndihen mirë dhe mos të ketë probleme ndërmjet bashkëmoshatarëve. Ndërsa prej stafit, ata që e shkelin këtë parim, ata
ballafaqohen me ligjet, pa kur fa Ka kompromisi. pas raste të tilla kur stafi mësuesët i kanë shkelur? Fatkeqësisht nuk ka pas. Nuk ka pas. Uroj mos të ketë se domosdoshmë atë pikë s'ka unë personalisht nuk bëj Ta kompromis. nxënës të komuniteteve janë të përzirë bashkë me nxënës të tjerë? Po. S'janë të ndarë Jo, veçantë. në asnjë mënyrë, pa Kjo ajo është ajo më diskutu nuk guxon ajo. Thjesht është varet komplet prej stafit, prej shkollës. Kemi shkolla në komunë që nuk është e imja me diskutu që është fenomen rritje në shtabulizmi, është fenomen rritje, që e tha kolegu, në pamundësi për me zgjidhni probleme, referojnë, hajtë shkon fillon shkollë, sa aty e ki ma mirë, e ka psikolog, e ka pedagog, e mojmë një qka. Demelia, po mos efikasiteti për me zgjidhni problem, i orientojnë prindit që me marrë fëmijë me çunë shkollë tjetër. Ajo nuk është zgjidhja ajo. Kemi probleme të caktuara kur fëmijët i referohet më ndru shkolla. Jo për shkak bullizmit. Si fenomen do të më adresën e ka në shkollë, kuptohet me bashkëpunim me prind, tralla janë traset, në gjykimin tim që vinë prej prindve dhe prej familje dhe domethënë bartë në shkollë. Unë mendoj që janë tralla, por si dukuri është nuk është edhe shumë alarmante, thash, ti ilustrova 3 shembuj në shkollën tonë që sinqerisht ja vlen me marrë shembull të shkolla tjera, trajtimi si u bëhet këtyre 3 kategorive të fëmijëve që janë pjesë e institucionit tonë. Po, në fakt më intereson me ditë sa ka të themi kështu pi prindërve gatishmëri që bashkë me fëmijët e tyre përfshihen edhe komunitetet, mirë po edhe fëmijët të cilët ndoshta kanë probleme me autizmin, janë me sindromin Down, sa ka gatishmëri për bashkëpunim prej prindërve që fëmija i tyre ta ketë ndoshta themi një shok të tillë. Unë po besoj që bashkëpunimi më i mirë mund shumë prind, nuk besoj që ka qenë asnjëherë më mirë se sa që është sot. Unë për një detaj më të voglin që e di, informohen prindi edhe prind janë shumë aktiv, edhe po besoj që këtë to që po i thotë drejtori edhe që po ashtu të pyetje, unë po besoj që prind janë më komunikues ose janë më të afërt me mësimdhënës se sa kanë qenë asnjëherë s'ka ndodhur kjo. Megjithatë unë si cilë fëmijë që ka problem si me autizëm, si me çdo problem tjetër, nuk është ajo si dukuri më që nuk e kuptojnë ose nuk e perceptojnë botën qytetarë tonë, asnjë tonë. E dinë edhe realisht Kjo vjen si pasojë e një rasti që kemi raportuar në Prishtinë në lagjën Matin 1 nëse nuk gaboj. Po ka qenë në Prishtinë kemi pas para pak javësh një rast kur prindërit e një klase kanë kërkuar që një fëmijë me autizëm të largohet. Kemi 2-3 raste. Po së fundmi. Së fundmi ka qenë 3 raste. Për publikum kemi asë raste, po aty është faji menaxhmentit, aty s'ka faji prindit. Unë po besoj që këtë këto që po i thu prind kërkesat që mund të tilla është pikërisht menaxhmenti do të zgjidh problemin e vet, edhe shfrytëzon prindin këtë rast. Nëse prindi bie viktim, realisht ai bën çet presion, realisht me mënyrë këto. E tha drejtori, kemi klasë të përzira të komuniteteve, jo vetëm të drejtori, po e kemi edhe raste të tjera, po ti marrë dy shembuj të tjerë që jam punë vetëm vizituar, kemi shkollën Ahmet Hoxha në Fejzaj, që janë, domethënë, të shpërndarë nëpër paralele, nuk ka komunitete të veç të ndara. Kemi janë ajo është, domethënë, qytetarët nuk e kanë më atë bindjen e që duhet më ndohet, që është problem, duhet më ndohen në komunitete të tjera. Unë po besoj që prindërit janë shumë komunikueshëm edhe kanë mundësinë çdo një mesazh ose kanë grupe të në WhatsApp ose në Viber, edhe çdo problem që në paralel ndodh, e kanë mundësinë me komunikim me kryesorin e klasës ose mësuesin edhe me prind mes veti. Edhe zgjidhin problemin, domthonë aty marrë 5 minuta. Nuk kemë probleme të tilla. Megjithatë nëse i morëm këtu si statistika, realisht çdo sa që diskutohet në këto grupe, atëherë rrim të shifra alarmante që kemi mbi 70%. Psikologa, u përmend në studio që një ndër metoda që përdoret për fëmijët të cilët janë viktima të bullizmit është edhe ndrrimi i shkollës. Sa mund të ndikojnë ngarkesën emocionale dhe psiqike të fëmijës kjo metodë, ndrrimi të shkollës? Po, realisht ashtu siç edhe u tha nga parafolësit nuk është zgjidhje. Ajo përkundrazi, do të thënë me vetë faktin që një fëmijë ndron shkollën për shkak të ngacmimeve, shpeshherë ka mundësi që të njëjta ngacmime me vazhdojnë në shkollën tjetër. Pikërisht për shkak të informacionit që kemi tendencë me ndarë dhe me përfol shpeshherë në takimet të ndryshme, edhe këta fëmijë shpeshherë ju vazhdojnë mënyra e ngacmimit. Bazuar në aspektin psikologjik. Fëmijët të cilët ngacmohen janë fëmijë më të brisht, më të ndjeshëm emocionalisht, edhe thjesht më
më të zgjuar në aspektin më intuitiv që shohin përtej asaj që të tjerët e thonë ose janë më të ndjeshëm në aspektin e emocional. Dhe shpesh herë ata vazhdojnë me të njëjtën mënyrë edhe në grupin e ri. Dhe çfarë ndodh kjo, te ata fëmijë të cilët kanë kaluar nga një shkollë në shkollën tjetër me idenë që do të ndalojnë ngacmimi, këta fëmijë do sillen edhe një herë tjetër, sepse ngacmimi do të përsëritet. Dhe kjo pastaj mund të jetë shumë thyrje, shumë më e thellë si thyrje dhe mund të çojë në probleme ose vështirësi të sferës emocionale, ndërveprimit social me të tjera. Më thënë nuk është zgjidhje dhe vetëm se e vështirëson. Madje nuk jam dakord as ndrimi i klasës, e as më pak ndrimi i shkollës. Më thënë krejt çka duhet të bëhet, nëse një fëmijë është i ndjeshëm dhe po ngacmohet, duhet zhvillojmë aftësitë e përballjes tek ky fëmijë që të mos ndjehet kaq keq ose dop para pjesës tjetër të nxënësve, dhe kështu ne mund t'i shtojmë shkatësitë e funksionimit dhe të përballjes me sfida të njëjtë tek ai fëmijë, po jo duke i ndru klasën edhe jo duke i ndru në asnjë mënyrë shkollën, për shkak se do të jetë edhe rikthimi ose rifitimi i shoqërive edhe më sfidues për shkak të ndjesive që fëmiu ka përjetu, mungesës së sigurisë, frikës, thjesht që po të anashkalohet ose po njolloset në një farë forme, edhe do të jenë edhe sfida të tjera të sferës sociale. Përpos anës ndjeshmërisë që mund ta ketë fëmiu, mund t'i shtojmë edhe probleme të natyrës sociale edhe më tjetër. Andaj nuk duhet thjesht klasa të ndrohet e ashtu për shkolla. Zonja Devaja Zymberi, faleminderit shumë për kontributin e dhënë sot në Rreth e Rrotull, po ashtu edhe zonja Krasniqi, faleminderit shumë për kontributin sot. Të nderuar, faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij diskutimi. Shumë faleminderit. Kemi diskutuar